Dhimbja që nuk e ke ftuar, por që erdhi vetë. Nëse po e shikoni këtë video, ka shumë gjasa që e njihni mirë atë ndjesi. Ajo ndjesi kur ngriheni nga karrigja dhe gjunjët ju qasin sikur t'jenë të ndryshkur. Kur hidhni hapat e parë në mëngjes dhe duket sikur këmbët nuk janë gati për të lëvizur. Kur zbritni shkallët dhe çdo hap shoqërohet me një dhimbje të lehtë, ose jo dhe aq të lehtë, që ju kujton që diçka nuk është si duhet. Kjo dhimbje nuk është imagjinat, nuk është dobësi, dhe mbi të gjitha, nuk jeni vetëm ju që e ndjeni. Miliona njerëz në të gjithë botën, pas e kalojnë të 50-tat, fillojnë ta njohin gjunin e tyre ndryshe, jo si diçka të sigurt dhe të besueshme, por si diçka që ka nevojë për vëmendje, për kujdes dhe për mirë kuptim. Sot do të ulemi bashk dhe do të flasim hapur për këtë temë. Do t'ju tregoj pse ndodh kjo dhimbje, çfarë e shkakton, cilat janë shenjat që nuk duhet t'i lëm pa u kujdesur dhe, gjëja më e rëndësishme, çfarë mund të bëni ju vetë, sot, pa pritur, për të ndihmuar gjunjët tuaj. Nuk do të flasim me fjalë të komplikuara, nuk do të bëjmë leksion mjekësor, do të flasim si dy njerëz që kujdesen për njëri tjetrin. Pra, qëndroni me ne. Ky informacion mund të ndryshojë genuinisht mënyrën se si ndiheni çdo ditë. Gjunjët tuaj, si funksionojnë dhe çfarë ndodh me kalimin e kohës. Për të kuptuar pse dhembin gjunjët, duhet fillimisht të kuptojmë si funksionon gjuri, por mos u shqetësoni. Nuk do të bëjmë anatomi të vështirë. Do ta shpjegoj thjesht, si ta shpjegonte dikush që dëshiron vërtet ta kuptoni. Gjuni juaj është një nga nyjet më të rëndësishme të trupit. Ai lidh kockën e kofshës me kockën e këmbës dhe ju lejon të ecni, të uleni, të ngriheni, të ngjitni shkallët, me pak fjalë të jetoni. Brenda gjurit, midis dy kockave, gjendet një shtresë e butë dhe elastike, e quajtur kërc. Ky kërc funksionon si një jastëk. Ai absorbon goditjet dhe lejon kockat të lëvizin butësisht ndaj njëra tjetrës, pa u fërkuar. Tani, imagjinoni një jastëk që e keni përdorur çdo natë për 10 vjet. Me kalimin e kohës, ai jastëk bëhet më i hollë, më i fortë, humbet elasticitetin e tij. Gjëja e njëjtë ndodh me kërcin e gjunjit tuaj, ndërsa kalojnë vitet. Ky proces, kur kërci dobësohet dhe hollësohet, quhet artroze gjuni, ose siç e dëgjojmë shpesh, artriti gjunit. Është procesi më i zakonshëm që shkakton dhimbje gjunjish pas moshës 50 vjeçare. Por ja ku vjen gjëja e rëndësishme. Ky proces nuk ndodh brenda natës. Ai zhvillohet ngadalë, hap pas hapi, vit pas viti. Dhe kjo do të thotë që ju keni mundësi reale, nëse veproni tani, të ngadalsoni këtë proces dhe të ndiheni shumë më mirë. Përveç kërcit, gjuri mbrohet edhe nga ligamentet. Ato janë si litar të fortë që mbajnë kockat bashk, dhe nga muskujt rreth tij, sidomos muskujt e kofshës dhe muskujt e këmbës. Kur këta muskuj janë të fortë, ata ndihmojnë gjurin duke absorbuar një pjesë të peshës dhe presionit. Kur janë të dobët ose të tensionuar, gjuri duhet të mbajë vetë gjithçka, dhe aty fillon problemi. Gjithashtu, brenda gjurit ka lëng sinovial, një lloj vaji natyral që lubrifikon nyjen dhe e mban të lëvizshme. Kur nyja inflamatohet, ky lëng mund të grumbullohet ose të ndryshojë, duke shkaktuar fryrje dhe ngurtësi. Kjo është pamja e plotë. Kërci, muskujt, ligamentet dhe lëngu sinovial, të gjitha duhet të funksionojnë mirë bashk. Dhe pas moshës 50, secila nga këto pjesë ka nevojë për pak më shumë vëmendje se sa kur ishim të rinj. Pse ndodh kjo pikërisht pas moshës 50? Kjo është pyetja që shumë njerëz bëjnë, dhe është pyetje e drejtë. Pse tani? Gjithë jetën kam punuar, kam ecur, kam lëvizur, dhe pikërisht tani fillojnë problemet? Përgjigja është e thjeshtë dhe e sinqertë. Trupi ynë ka kapacitete të jashtëzakonshme për t'u riparuar vetë, por ky kapacitet nuk mbetet i njëjtë gjatë gjithë jetës. Kur jemi të rinj, qelizat tona ripërtërihen shpejt. Nëse dëmtoni pak kërcin, trupi punon natën e ditën ta riparojë. Por me kalimin e moshës, kjo aftësi ngadalsohet. Qelizat e kërcit nuk ripërtërihen aq shpejt, dhe gradualisht dëmtimi i vogël i akumuluar ndër vite fillon të duket.
Përveç moshës, ka faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm. Pesha e trupit. Ky është ndoshta faktori më i nënvlerësuar. Çdo kilogram i tepërt që mbani mbi veten tuaj i shton gjurit tuaj presion shtesë të konsiderueshëm. Dhe ky presion, shumëzuar me djetra mira hapa që bëni çdo ditë, grumbullohet. Nuk është çështje bukurie apo estetike, është çështje mekanike dhe biologjike. Ndryshimet hormonale. Tek gratë, menopauza sjell ndryshime hormonale që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e nyjeve. Estrogeni ka një rol mbrojtës për kockat dhe kërcin. Kur nivelet e tij ulen, nyjet bëhen më të ndjeshme dhe më të prirura ndaj dëmtimit. Kjo është arsyeja pse gratë pas moshës 50 vjeçare janë më të ekspozuara ndaj artrozës së gjurit sesa burrat. Aktiviteti fizik i reduktuar. Ironikisht, shumë njerëz kur fillojnë të ndjejnë dhimbje, lëvizin edhe më pak, por qetësia e tepërt e bën problemin të rritet. Gjuri ka nevojë për lëvizje të moderuar dhe të rregullt për të marrë ushqimin e nevojshëm, sepse kërci nuk ushqehet drejt për drejt nga gjaku, por nga lëngu sinovial që qarkullon brenda nyjes gjatë lëvizjes. Lëndime të vjetra. Nëse në të kaluarën keni pasur ndonjë lëndim në gjuri, çfarë do qoftë ai, edhe diçka që u duk si e parëndësishme, ai lëndim mund të ketë lënë gjurmë. Me kalimin e viteve, ato gjurmë mund të shfaqen si dhimbje ose kufizim lëvizjeje. Mënyra e jetesës dhe puna. Nëse gjatë gjithë jetës keni punë që kërkon të qëndroni gjatë në këmbë, të mbani ngarkesa të rënda ose të bëni lëvizje të përsëritura, gjunjët tuaj kanë marrë një ngarkesë të madhe kumulative. Ndërkohë, edhe qëndrimi i gjatë ulur, sidomos me qëndrim jo të mirë, ka efektet e veta negative. Gjenetika. Po, edhe trashëgimia luan rol. Nëse nëna ose gjyshja juaj ka pasur probleme me gjunjët, ka gjasa që ju të jeni pak më të prirur ndaj të njëjtës gjendje. Por, kjo nuk do të thotë se fati juaj është i shkruar, do të thotë vetëm se duhet të jeni pak më të kujdesshëm. Llojet e dhimbjes dhe cilat shenja nuk duhen neglizhuar. Jo i gjithë dhimbja e gjurit është një lloj. Ka lloje të ndryshme dhe është e rëndësishme t'i dalloni, jo për t'u friksuar, por për të kuptuar çfarë ka nevojë për vëmendje dhe çfarë mund ta menaxhoni vetë. Dhimbja e mëngjesit. Shumë njerëz raportojnë ngurtësi dhe dhimbje të lehtë gjatë gjysmës së parë të orës pas zgjimit. Kjo është shumë e zakonshme dhe zakonisht zgjat pak. Trupi ngrohet dhe lëvizja bëhet gradualisht më e lehtë. Kjo ngurtësi e mëngjesit është shpesh shenjë e artrozës, por nuk është domosdo alarmuese nëse kalon shpejt. Dhimbja pas qëndrimit të gjatë ulur. Nëse keni qëndruar ulur për kohë të gjatë dhe kur ngriheni ndjeni dhimbje dhe vështirësi, kjo gjithashtu është shumë e njohur. Gjuri ngurtësohet kur nuk lëviz. Dhimbja gjatë ngjitjes ose zbritjes së shkallëve. Kjo lloj dhimbjeje shpesh tregon se kërcili i gjurit është dobësuar dhe presioni shtesë gjatë shkallëve e aksenton problemin. Dhimbja pas aktivitetit fizik. Nëse bëni diçka pak më intensive se zakonisht dhe gjurja juaj e dhem pastaj, kjo mund të jetë shenjë se gjuri juaj ka nevojë të ndërtojë forcë gradualisht. Por, ka edhe shenja që kërkojnë vëmendje të menjëhershme. Këto janë shenjat e kuqe, shenja që tregojnë se diçka mund të jetë më serioze dhe se duhet të shkoni tek mjeku pa vonesë. Fryrja e papritur dhe e madhe e gjurit. Nëse gjuri juaj fryhet shpejt, veçanërisht pas një lëvizjeje ose rënjes, mund të tregojë dëmtim të brendshëm. Gjuri që bllokohet ose nuk mund ta drejtoni. Kjo mund të jetë shenjë dëmtimit të meniskut, strukturës që vepron si jastëk shtesë brenda gjurit. Zhurmë krikse ose krasi të forta. Nëse gjuri juaj bën zhurma të forta gjatë lëvizjes, sidomos nëse shoqërohen me dhimbje, mund të jetë shenjë dëmtimit të kërcilit. Kërcit ose kockave. Dhimbje shumë e fortë që nuk kalon me pushim. Dhimbje që nuk përmirësohet as me pushim, as me ilaçe të thjeshta antiinflamatore, kërkon vlerësim mjekësor. Nxehtësi ose skuqje të dukshme rreth gjunjit. Nëse gjunji është i nxehtë,
i kuq dhe i fryrë, mund të ketë inflamacion aktiv ose madje infekcion, dhe kjo kërkon kujdes urgjent. Paaftësia për të mbajtur peshën mbi gjunjin. Nëse nuk mund të qëndroni dot në këmbë, shkoni menjëherë tek mjeku. Dua të theksoj diçka të rëndësishme këtu. Qëllimi im nuk është t'ju friksoj, por t'ju armatos me njohuri. Shumica e dhimbjeve të gjunjit pas 50 janë të menaxhueshme dhe reaguese ndaj ndryshimeve të stilit të jetesës. Por është e mençur të dini se kur kufiri kalon nga ajo që mund të bëhet vetë tek ajo që kërkon ndihmën e një profesionisti. Zakonet e përditshme që i dëmtojnë gjunjët pa e kuptuar. Kjo është ndoshta pjesa ku shumë njerëz do të gjejnë veten të reflektojnë, sepse shpesh, pa e ditur, bëjmë gjëra çdo ditë që i ngarkojnë ose i dëmtojnë gjunjët. Qëndrimi shumë gjatë ulur. Shumica e njerëzve mendojnë se pushimi është i mirë për gjunjët, dhe pushimi ka rolin e tij, padyshim, por qëndrimi i gjatë ulur pa lëvizur, qoftë para televizorit, qoftë para kompjuterit, shkakton ngurtësi, ngadalson qarkullimin e lëngut sinovial dhe dobëson muskujt mbështetës të gjunjit. Trupi ynë është i projektuar për të lëvizur, jo për të qëndruar i palëvizshëm. Këpucët jo të duhura. Kjo është diçka që shpesh nënvlerësohet. Takat e larta ose këpucët e buta pa mbështetje të mirë ndryshojnë mënyrën si ecni dhe si shpërndahet pesha mbi gjunjë. Me kalimin e kohës, ky ndryshim i vogël kumulohet. Investimi në këpucë me mbështetje të mirë dhe sole të buta nuk është luks, është investim në shëndetin e gjunjit tuaj. Lëvizjet e papritura dhe pa ngrohje. Nëse ngriheni papritur nga karrigja dhe filloni të bëni diçka intensive pa i dhënë kohë trupit të ngrohet, rrezikoni të sforconi gjunjin. Muskujt dhe ligamentet e ftohtë janë më pak elastik dhe më të prirur të ndaj dëmtimit. Mbajtja e peshave të rënda pa teknikën e duhur. Kur ngrini diçka të rënd duke e ulur shpinën dhe duke tensuar gjunjët, i vini një presion të jashtëzakonshëm. Teknika e saktë është të uleni me gjunjë, të mbani shpinën të drejtë dhe të ngriheni ngadalë. Sigurimi i shtëpisë. Kur mos lejoni që dyshemet të jenë të rrëshqitshme, mos lini perde të gjata të shtrihen mbi dysheme dhe kujdesuni që hapësirat ku ecni të kenë ndriçim të mjaftueshëm. Çdo rënje, edhe ajo që duket e parëndësishme, mund të shkaktojë dëme serioze në gjunjë tek moshat e shtyera. Kafeja, alkooli dhe duhanpirja. Ndoshta nuk e dini, por pirja e duhanit dhe konsumi i tepërt i alkoolit ndikojnë negativisht në shëndetin e nyjeve. Ato promovojnë inflamacionin në trup dhe kufizojnë qarkullimin e gjakut drejt nyjeve. Gjumi i pamjaftueshëm. Kur nuk flini mjaftueshëm, trupi nuk ka kohë të riparojë indet dhe nyjet e dëmtuara gjatë ditës. Gjumi është koha kur trupi punon të riparojë vetveten. Nëse i hiqni atë kohë, edhe proceset e riparimit të gjurit ngadalsohen. Ushqimet që ndihmojnë dhe ato që dëmtojnë gjunjët tuaj. Shumë njerëz nuk e kuptojnë lidhjen midis ushqimit dhe dhimbjes së gjurit, por kjo lidhje është reale dhe shkencore. Ajo që vendosni në pjatën tuaj ndikon drejt për drejt në nivelin e inflamacionit në trup, dhe inflamacioni është shpesh zjarri që i bën gjunjët të dhembin. Ushqimet miq të gjurit. Peshku i detit, sarderet, salmoni, toni. Këta peshq janë të pasur me omega-3, acide yndyrore që luftojnë inflamacionin në trup. Nëse hani peshk 2-3 herë në javë, i bëni gjunjëve një favor të vërtet. Nëse nuk ju pëlqen peshku ose nuk e keni të lehtë ta gjeni, mund të flisni me mjekun tuaj për suplement me vaj peshku. Vaji i ullirit. Ky vaj i mrekullueshëm i mesdheut është i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore. Zëvendësoni vajin tjetër me vaj ulliri kur gatuani. Është ndryshim i vogël me efekt të madh. Frutat dhe perimet me ngjyra të ndezura. Domatet, specat, karrotat, boronicat, patëllxhanët, të gjitha këto janë të pasura me antioksidant, substanca që luftojnë dëmtimin e qelizave dhe inflamacionin. Mundohuni që pjata juaj të ketë ngjyra të ndryshme, sa më shumë ngjyra, aq më ushqyes. Brokoli dhe perimet me gjethe të gjelbra. Spinaci, lakra, brokoli janë burime të shkëlqyera të vitaminës K dhe vitaminës C, të dyja të rëndësishme për shëndetin e kockave dhe kërcilit.
arra dhe fara. Arrat, bajamet, fara e lirit, përmbajnë mënyra të shëndetshme dhe magneziume që ndihmojnë funksionin e muskujve dhe kockave. Kurkuma, shafrani indis. Kjo erëz me ngjyrë të verdh ari, e njohur si turmeric ose shafrani indis, ka substanca aktive me veti të forta antiinflamatore. Mund ta shtoni në çaj, në supa ose në gatime. Shija e saj është e butë dhe ngrohuese. Çaji jeshil. Antioksidantët në çajin jeshil janë studiuar gjerë për efektet e tyre pozitive mbi shëndetin e nyjeve. 1 ose 2 filxhan çaj jeshil në ditë mund të kenë efekt të mirë. Ujë. Ndoshta kjo duket e thjeshtë, por hidratimi i mirë është thelbësor për prodhimin e lëngut sinovial brenda nyjeve. Kur nuk pini ujë të mjaftueshëm, nyjet tuaja lyhen më pak mirë. 8 gota ujë në ditë janë minimumi i rekomanduar. Ushqimet që i dëmtojnë gjunjët. Sheqeri i tepërt. Produktet e ëmbla, pijet me sheqer, biskotat, tortave, të gjitha këto rrisin inflamacionin në trup. Kjo nuk do të thotë se kur nuk mund të hani diçka të ëmbël, thjesht kufizoni shumë. Ushqimet e përpunuara dhe fast food. Qipat, ushqimet e konservuara me shumë krip, sallësiqe të çdo lloji, ushqimet e ngrira me shumë aditiv. Të gjitha këto mbushin trupin me substanca që nxisin inflamacionin. Yndyrat e ngurtësuara dhe margarin. Evitoni sa mundeni yndyrat e ngurtësuara artificiale. Janë ndër armiqt kryesor të shëndetit të nyjeve. Uji i gazuar dhe pijet energjike. Aciditeti i tyre ndikon negativisht tek kockat dhe nyjet. Alkooli në sasi të mëdha. Një gotë vere her pas here nuk është problem për shumicën, por konsumi i rregullt i alkoolit çrregullon qarkullimin dhe nxit inflamacionin. Këtu dua të ju them diçka me zemër. Nuk keni nevojë të ndryshoni gjithçka brenda natës. Filloni me ndryshime të vogla. Zëvendësoni një gjë negative me një gjë pozitive. Shtoni pak peshk, zvogëloni sheqerin, pini më shumë ujë. Çdo hap i vogël ka rëndësi. Lëvizjet dhe ushtrimet që ndihmojnë gjunjët pa rrezik. Kur dëgjojmë fjalën ushtrime, shumë prej nesh mendojnë për palestrat, për vrapimin, për gjëra intensive që duken larg mundësive tona. Por lajmi i mirë është se gjunjët tuaj nuk kanë nevojë për sport intensiv, kanë nevojë për lëvizje të butë, të rregullt dhe të gjatë. Ecja. Ecja është ndoshta ushqimi më i mirë që mund të jepni gjunjëve tuaj. Është e lirë, e thjeshtë dhe e bën mirë. Filloni me 10 minuta në ditë, pastaj 15, pastaj 20. Ecni me ritëm të moderuar, me këpucë të mira, preferobisht në sipërfaqe të buta si barri ose shtigje të buta. Nëse dhimbja rritet e njeshëm gjatë ose pas ecjes, reduktoni distancën dhe konsultohuni me mjekun. Ushtrimet në ujë. Nëse keni mundësi të aksesoni pishin ose çfarëdo hapësire ujë, ushtrimet akuatike janë fantastike për gjunjët. Uji t'i redukton peshën e trupit dhe i hiq presionin nga nyjet. Kështu që mund të lëvizni lirshëm pa dhimbje, duke ndërtuar forcë muskulore njëkohësisht. Ciklizmi me biçikletë stacionare. Pedalizimi i ngadalt mban gjurin në lëvizje pa goditje. Është ideal sepse forcon muskujt e kofshës, të cilët janë mbështetësit kryesor të gjurit. Nëse keni biçikletë stacionare në shtëpi, 10 deri në 20 minuta në ditë janë shumë të mjaftueshme. Ushtrimet e forcimit të kuadricepsit. Muskuli i kuadricepsit ndodhet në pjesën e përparme të kofshës dhe është mbështetësi kryesor i gjurit. Kur ai është i fortë, gjuri ndihet shumë më mirë. Një ushtrim shumë i thjeshtë. Uluni në karrige, ngrini këmbën drejt para jush, mbajeni 5 sekonda, pastaj uleni. Përsëriteni 10 herë me secilin gjuri. Nuk keni nevojë të ngriheni fare nga karrigja. Shtrirja dhe fleksibiliteti. Çdo mëngjes, pasi zgjoheni dhe para se të ngriheni, bëni disa lëvizje të buta të gjunit ndërsa jeni ende shtrirë. Drejtojeni lëshimthi dhe mbledheni gradualisht. Kjo ndihmon të çlironi gjunin para se të merrni peshën tuaj. Yoga e butë dhe tai chi. Nëse keni mundësi të bëni yoga të butë ose tai chi, forma të lëvizjes të lëna dhe qeta me vëmendje,
janë studiuar si shumë të dobishme për dhimbjen e gjunit. Ato kombinojnë lëvizjen, ekuilibrin dhe relaksimin, gjëra të gjitha shumë të rëndësishme pas 50. Një gjë shumë e rëndësishme, mos luani hero. Nëse keni dhimbje gjatë ushtrimit, ndal. Dhimbja e moderuar pas ushtrimeve, ajo ndjesia e lodhur, është normale, por dhimbja e mprehtë gjatë ushtrimeve është sinjal për të ndalur. Kujdesi i përditshëm, gjërat e vogla që bëjnë ndryshim të madh. Nuk ka nevojë për ndryshime dramatike. Ndryshimet e vogla, nëse bëhen çdo ditë, grumbullohen dhe bëhen ndryshime të mëdha. Le të flasim për disa gjëra konkrete që mund t'i filloni sot. Menaxhoni peshën. E di, kjo gjë dëgjohet shpesh dhe mund të duket e vështirë, por fakti është i paprekshëm. Çdo kilogram i tepërt shton presion të konsiderueshëm mbi gjunjët tuaj. Nuk keni nevojë të bëheni model, edhe 5 kg më pak kanë efekt të ndjeshëm. Bashkimi i ushqimit të shëndetshëm me ecjen ditore është kombinimi më i thjeshtë dhe më efektiv. Ngroheni para se të lëvizni. Pavarësisht nëse do të ecni, do të bëni punë shtëpie ose do të ngriheni nga karrigja pas kohë të gjatë, merrni 30 sekonda për të bërë lëvizje të buta me gjunjët para se të filloni. Kjo është shumë e thjeshtë dhe mbi të gjitha, shumë efektive. Qëndroni aktiv gjatë ditës. Nëse uleni gjatë, ngrihu çdo 30 deri në 40 minuta dhe ecni pak brenda shtëpisë. Edhe 10 hapa janë mjaft. Lëvizja e shkurtër por e shpeshtë është shumë më e mirë se të rini ulur 4 orë dhe pastaj të bëni një shëtitje të gjatë. Pozicionimi gjatë gjumit. Nëse flini anash, vendosni një jastëk të vogël midis gjunjëve. Kjo redukton presionin mbi nyjet gjatë natës dhe mund të ndihmojë ndjeshëm. Kompresa e nxehtë dhe e ftohtë. Kur gjunja dhemb, kompresat mund të ndihmojnë. Kompresa e nxehtë, peshqiri ngrohtë ose enë me ujë të ngrohtë, relakson muskujt dhe nxit qarkullimin. Kompresa e ftohtë, akull të mbështjellur në peshqir, ndihmon nëse ka fryerje dhe inflamacion aktiv. Nuk i vendosni kurrë drejt për drejt mbi lëkurë, gjithmonë me mbështjellse. Mbani gjurin larg lagështirës dhe të ftohtit. Shumë njerëz raportojnë se dhimbja përkeqësohet gjatë motit të ftohtë dhe me lagështi. Veshjet e ngrohta, çorapet e ngrohta dhe mbajtja e gjurit të mbuluar gjatë dimrit mund të bëjnë ndryshim. Gjumi cilësor. Sigurohuni që krevati juaj t'ju mbajë mirë. Dysheku nuk duhet jetë as shumë i fortë, as shumë i butë. Cilësia e gjumit ndikon drejt për drejt mbi inflamacionin dhe dhimbjen. Reduktoni stresin. Stresi kronik rrit nivelet e inflamacionit në trup. Kur jemi të stresuar, trupi prodhon hormone stresin që ndikojnë negativisht mbi të gjitha indet, përfshirë edhe nyjet. Gjeni mënyrën tuaj për të relaksuar, qoftë lutja, meditimi, natyra, koha me familjen ose miqt. Suplementet. Çfarë mund të ndihmojë? Çfarë duhet t'i shmangni? Kur bëhet fjalë për suplementet dhe vitamina, njerëzit shpesh janë konfuz. Reklamat premtojnë shumë, por realiteti është më i nuancuar. Le të flasim sinqerisht. Glukozamina dhe kondroitina. Këto dy substanca janë ndër suplementet më të studiuara për shëndetin e nyjeve. Glukozamina ndihmon në formimin e kërçit të ri, ndërsa kondroitina ndihmon kërçin të ruajë elasticitetin. Disa njerëz raportojnë ndihmë të ndjeshme, ndërsa tek të tjerët efekti është më i kufizuar. Janë të sigurt për shumicën e njerëzve, por para se t'i filloni, flisni me mjekun tuaj, veçanërisht nëse merrni ilaçe të tjera. Vitamina D dhe kalciumi. Vitamina D është thelbësore për shëndetin e kockave dhe shumë njerëz pas 50-tash kanë mungesë të saj, sidomos nëse kalojnë pak kohë në diell. Kombinimi i vitaminës D me kalciumin ndihmon në ruajtjen e densitetit të kockave dhe mund të zvoglojë rrezikun e frakturave. Mjeku juaj mund t'ju bëjë analizë gjaku për të parë nivelet e vitaminës D. Magnezi. Magnezi ndihmon funksionin e muskujve dhe kockave dhe shumë njerëz nuk marrin mjaftueshëm prej tij nga ushqimi. Gjendet natyrisht tek arrat, fasulet dhe perimet me gjethe të gjelbra, por dhe si suplement është i disponueshëm. Vaji i peshkut, omega 3. Siç e cekëm te ushqimet, omega 3 lufton inflamacionin. Nëse nuk hani peshk rregullisht, suplementi me vaj peshku mund të jetë alternativë. Kujdes me ilaçet e reklamuara pa recetë. Ka shumë produkte të reklamuara si mrekulli për gjunjët, kremra, sprej, tableta me ingredient të panjohura. Kini kujdes, jo çdo gjë e reklamuar është e sigurt dhe efektive. Gjithmonë konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj para se të filloni çdo suplement.
Dhe këtu dua të shtoj diçka të rëndësishme. Suplementet nuk zvendësojnë ushqimin e mirë dhe lëvizjen. Ato janë shtesë, jo zvendësuese. Baza mbetet gjithmonë mënyra e jetesës. Kur duhet të shkoni tek mjeku? Kjo është pyetja që shumë njerëz e vonojnë të bëjnë, dhe shpesh me pasoja. Ne, shqiptarët, sidomos brezi i vjetër, jemi mësuar të durohemi, të mendojmë do të kaloj, të shmangim vizitat e mjekut. Por dua t'ju them diçka me dashuri dhe sinqeritet. Kujdesi për veten nuk është dobësi, është ndershmëri ndaj trupit tuaj dhe ndaj njerëzve që ju duan. Shkoni tek mjeku, nëse dhimbja juaj e gjurit ka zgjatur më se 2 javë dhe nuk shfaq asnjë shenjë përmirësimi. Kjo nuk është normale dhe meriton vlerësim. Keni fryrje të dukshme që nuk kalon me pushim dhe kompres. Fryrja mund të tregojë akumulim lëngu ose inflamacion aktiv. Gjuri juaj nxehet dhe skuqet, sidomos nëse shoqërohet me temperaturë trupi. Këto mund të jenë shenja infeksioni ose artritit inflamator. Nuk mund të ecni normalisht ose nuk mund të mbani peshën mbi gjurin e dhimbshëm. Ndjeni gjurin jo stabil, si të ishte gati të thyej ose të zvendësohet. Kjo mund të tregojë probleme ligamentesh. Gjuri bën zhurma të forta dhe të shpeshta gjatë lëvizjes, sidomos nëse shoqërohen me dhimbje. Dhimbja ju zgjoj nga gjumi ose ju bën të pamundur kryerjen e aktiviteteve të zakonshme të jetës. Çfarë mund t'ju ofrojë mjeku? Shumë gjëra pozitive. Para së gjithash, do t'ju bëj vlerësim të saktë dhe do të identifikoj shkakun e saktë. Pastaj, mund t'ju ofroj fizioterapi, sesione me fizioterapist që do t'ju mësojnë ushtrime specifike dhe teknika të rihabilitimit. Ilaçe antiinflamatore, nëse inflamacioni është problem kryesor. Injeksione hyaluronik acidi, një substancë natyrale që lubrifikon nyjen dhe mund të jap lehtësim afatmesëm. Në raste të rënda, ndërhyrje kirurgjikale, por kjo është gjithmonë opsioni i fundit, kur gjithçka tjetër ka dështuar. Mjeku juaj është aleati juaj, jo gjykuesi juaj. Shkoni pa frikë. Menaxhimi i dhimbjes, mënyra të sigurta dhe natyrale për lehtësim. Kur dhimbja është e pranishme, nevojitet lehtësim. Ja disa mënyra të sigurta dhe natyrale. Kompresa e ngrohtë para aktivitetit. 10 minuta kompresë ngrohtë mbi gjuri para se të filloni aktivitetin e ditës, ngroh muskujt dhe nyjën, duke reduktuar dhimbjen dhe ngurtësinë. Kompresa e ftohtë pas aktivitetit. Nëse pas ecjes ose aktivitetit ndjeni dhimbje ose fryrje, kompresa e ftohtë 5 deri në 10 minuta ndihmon të reduktojë inflamacionin dhe ëndjen. Masazhi i butë. Masazhi i butë rreth gjurit, jo drejt për drejt mbi ny, por rreth saj, në muskujt e kofshës dhe të viçit, nxit qarkullimin e gjakut dhe relakson tensionin muskulor. Mund ta bëni vetë me duar, ngadalë dhe me durim, ose mund ta kërkoni nga dikush i familjes. Banjot e ngrohta. Ngrohja relakson muskujt, ndërsa kripa ka veti antiinflamatore natyrale. 20 minuta çdo darkë mund të bëjnë mrekulli. Kurkundër me shufër ose bastun. Nëse dhimbja është e fortë gjatë ecjes, mos e konsideroni bastunin si diçka turpëruese. Bastuni ose shufra e ecjes redukton presionin mbi gjurin me 20 deri në 30% dhe ju lejon të lëvizni me siguri dhe pa dhimbje. Lëvizja me ndihmë është shumë herë më e mirë se mos lëvizja. Gjumi i mjaftueshëm dhe cilisor. Gjumi është koha kur trupi çlirohet nga inflamacioni dhe riparohet. 8 orë gjumë të qetë janë një lloj si 8 orë terapi falas për gjunjët tuaj. Meditimi dhe frymëmarrja e thellë. Studimet tregojnë se teknikat e relaksimit si meditimi, frymëmarrja e thellë dhe qetësia e mendjes mund të reduktojnë perceptimin e dhimbjes. Kur jemi të tensionuar, dhimbja ndihet më shumë.
Kur jemi të qetë, e menaxhojmë më mirë. Fjalë nga zemra. Si të jetoni mirë edhe me gjunjë që kanë nevojë për kujdes. Dua të ndaj me ju diçka që shpesh harrohet kur flasim për dhimbje dhe sëmundje. Nuk jeni të detyruar të jetoni keq vetëm sepse gjunjët tuaj kanë nevojë për pak kujdes më shumë. Shumë njerëz, kur fillojnë të ndjejnë dhimbje, tërhiqen, lënë lëvizjen, heqin dorë nga shëtitjet, ndalojnë së daluri me miqt, izolojnë veten, dhe ky vet izolim, paradoksalisht, i bën gjërat edhe më keq, si fizikisht, ashtu dhe emocionalisht. Mendja dhe trupi janë të lidhur ngushtë. Kur ndihemi mirë emocionalisht, trupi reagon pozitivisht. Kur jemi të lumtur, të angazhuar, të lidhur me njerëzit që duam, edhe dhimbja ndihet ndryshe, më e tolerueshme, më pak friksuese. Prandaj, krahas çdo këshille praktike që kemi dhënë sot, dua t'ju inkurajoj të investoni edhe në shëndetin tuaj emocional. Mbajeni kontaktin me familjen, dilni me miqt, gjeni kënaqësi të vogla të përditshme, një filxhan kafe në diell, lulishten, librin e preferuar, muzikën. Jetoni plotësisht, edhe nëse lëvizni ngadalë. Ngadalë nuk do të thotë keq. Ngadalë mund të thotë me kujdes, me vetdije dhe me dashuri ndaj vetes. Plani juaj praktik. Çfarë të bëni duke filluar nga sot? Le të përmbledhim gjithçka në hapa konkret. Jo teori, veprime reale që mund t'i filloni sot. Hapi i parë. Lëvizni, por me mençuri. Filloni me 10 minuta ecje të lehtë çdo ditë. Nëse keni mundësi pishin ose biçikletë stacionare, edhe ato janë shkëlqyese. Mos prisni të ndiheni gati. Filloni tani me atë që keni. Hapi i dytë. Ushqimi. Këtë javë bëni 2 ndryshime të vogla. Shtoni peshk ose arra në menun tuaj dhe zvogloni produktet me sheqer. Vetëm kaq, fillimisht. Hapi i tretë. Ujë. Pini 8 gota ujë në ditë. Vendosini një shishe ujë pranë jush çdo herë. Kur e shihni, e pini. Hapi i katërt. Ngrituni nga karrigja çdo 30 minuta. Vendosini një kujtues në orë ose telefon. Ngrihu, bëni 10 hapa, kthehuni. Kaq. Hapi i pestë. Kompresa ngrohse çdo mëngjes. Para se të ngriheni nga shtrati, bëni pak lëvizje të buta. Pastaj, nëse keni ngurtësi, vendosni peshqir të ngrohtë mbi gjuri për 5 minuta. Hapi i gjashtë. Flisni me mjekun tuaj. Nëse dhimbja juaj është e vazhdueshme ose ka ndonjë nga shenjat alarmuese që kemi përmendur, caktoni vizitë. Sot, mos e shtyeni. Hapi i shtatë. Gjumi. Sonte, para se të flini, vendosni jastëp midis gjunjëve nëse flini anash. Shikoni ndryshimin pas disa netësh. 7 hapa. Të thjesht, të arritshëm, dhe nëse i bëni me rregullsi, pas disa javësh do të ndjeni ndryshim të vërtet. Gjunjët tuaj ju kanë mbajtur gjithë jetën. Tani është radha juaj t'u ktheni atë kujdes. Jo me frikë, jo me shqetësim të madh, por me mirënjohje dhe me vëmendje. Mos i injoroni, por mos i friksohuni as. Trupi ynë ka kapacitet mahnitës të përshtatet dhe të regjenerojë. Kur i japim kushtet e duhura, ushqejeni mirë, lëvizeni me dashuri, pushojeni me dinjitet, dhe kur ka nevojë, kërkoni ndihmën e duhur pa hezitim. Jeni të denjë për shëndet, jeni të denjë për të ndjerë mirë, dhe asnjëherë nuk është vonë të filloni të kujdeseni për veten. Nëse ky video ju ka ndihmuar, ndajeni me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Mund të jetë fëmijë juaj, kushriri, miku i vjetër, dikush që ndoshta vuan në heshtje dhe nuk e di ku të fillojë. Faleminderit që ishit me ne sot. Kujdesuni për veten, sepse meritoni të jetoni mirë çdo ditë që Zoti ju ka dhënë.